Ka përfunduar me një të plagosur sherrri mes dy grupe të rinj në shkollën e mesme Hoteleri Turizëm në Sarand. Ngjarja u shënua në korridoret e shkollës, rreth orës 10:45 minuta të së mërkurës, ku mbeti plagosur me biçak një 18 vjeçar. Gjithçka nisi nga një zënk mes 3 nxënësve të vitit të parë dhe 2 nxënësve të tjerë të vitit të tretë të po kësaj shkolle. Sipas policisë, 16 vjeçari me iniciale AD qelloi me mjet prerës biçak 18 vjeçarin DK, i cili është dërguar në spitalin e Sarandës jashtë rrezikut për jetën. Në momentin që pash që kishte një gjakosje me një biçak të vogël, ju drejtova menjëherë policisë dhe nuk hezitova. Dhe në të njëjtën kohë ka marrë në telefon edhe psikologun e shkollës. Ka ndodhur ngjarja në oborrin e shkollës? Jo, nuk ndodhi në oborrin e shkollës, në korridorin e shkollës, sa ishin futur nxënësit nga pushimi i gjatë, u futën për në mësim dhe kishin ngacmuar njëri tjetrin me fjalë, domethënë ka nisur thjesht në formën e një zënke fëmijësh. Sipas psikologut të shkollës, ky nuk është rasti i parë i dhunës mes nxënësve. Ka një problem. Cili është problemi? Që kërkonte biçaku në xhepin e fëmijës dhe unë pa u takuar me fëmijët, pa marrë informacionin çfarë kanë thënë ata në polici, nuk mund të nxjerr konkluzione nëse ky është një akt i parapërgatitur apo është një incident i rastit. Detyra është që të punohet më shumë nga mësuesit kujdestarë të klasave për t'i evidentuar nxënësit e dhunshëm. Policia ka shoqëruar autorin e plagosjes, i cili njihet në shkollë si person konfliktual, ndërsa po heton për shkaqjet e konfliktit mes të rinjve.